Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah përmend librin e tij Ad-Da'u wad-Dawa, thot men istahya min Allah 'inda ma'siyati istahya Allahu min 'uqubati yawm liqa'i. Ai cili turprohet nga Allah kur bën gjuna, Allah turprohet nga ndëshkimi i tij atë kur e takon. ومن لم يستحي من الله عند معصيته لم يستحي الله من عقوبته. Kurse ai që nuk turprohet nga Allah për gjunat që i ka bërë gjatë gjunat, Allah nuk turprohet asaj me ndëshkuar atë ditën e gjykimit. Se ka hiç problem. Kjo njëri në shtyn me e mbjell turpin. Kjo bindje e mbjell turpin ndaj Allah. Turprohet ndaj Allah të azza e bën gjuna. Kur bën gjuna është i friksuar. Që ata Sheikhul Islam në Taymija thot al-asi al-khaif ahabbu ila Allah wa khair min al-abid al-mutakabbir. Thot gjunaqari i friksuar është më i mirë te Allah se sa adhuruesi me ndjemat. Kjo nuk do të thonë që me bën gjuna, po njëri që bën gjuna me frikë, i përulur, thotë astaghfirullah, o Zot, çka kum bën, subhanallah. Po, është më mirë se ai që shka në mendon që ona ku më rrit diçka, po më rrit. Për që ata është transmetuar në Bahr ad-Dumu' Ibn al-Jawzi përmend një athar prej atherëve të Banu Israilve, ku thuhet që Allah i ka thonë Daudit a.s. Ja Daud, bashir il-muznibin wa hadhir il-muti'in. O Daud, profetit Allah, o Daud, bashir il-muznibin, jep ju myshde gjunaqarve. Dhe tërhekja vrejtjen të bindurve. Thonë, gjunaqarve jep ju myshde, që Allah është ja fal. Çfarë të pendoni ja fal Allah. Si të jenë sinqert, kthejnë Allah me të përulje. Kurse ata të cilët adhurojnë Allah, tërhekja vrejtjen atyre që mos t'i mashtrojë adhurimit të në aty mbështeten vetvetes sa të harrojnë Allah, ma të bën me ndjem vllaj. Kujdes, mom. Dhe mi pa tjerë të matë ligë vetën më mirë. Allah më. Që ato Ibn al-Qayyim rahimahullah thot që rubba ma'siyatin adkhalat sahibaha al-janna wa rubba ta'atin adkhalat sahibaha an-nar. Thot ka mundësi që një gjuna është bën shkak për me fut vepruesin e tij në xhenet, edhe ka mundësi që një vepër e mirë është bën shkak për me fut vepruesin e saj në zjarr. Qysh ashtu? Ka mundësi që një gjuna e bën njeri, çaj gjuna ja thën zemrën e pendohet e i vjen shumë keq për Allah, tha ja gjon deka o Zot, mos atë gjuna, a bëhet shkak çaj gjuna më u kthyej Allah. Ka mundësi të kundërtona që një vepër e mirë më bën shkak që më ndëshku njëri në xhenem për ta. Shëdini një hadith e Abu Hurajras, ato tri kategoritë të parat për cilat do të ndizet zjarri i xhenemit ditën e gjykimit, tri kategoritë njerëzve, dëshmorët, po, kategoria dytë, dietarët, nëse dijes, lexues të Kuranit, domethënë. Edhe kategoria tretë, ata që ishin zemërgjër, që kanë shpenzu, gjymert, që kanë shpenzu pasurinë e tyre në rrugt të Allahut. Tri kategori dhe që shka në hadith që Allah subhanahu wa ta'ala utja bihim fa'arrafahum ni'amahum. Allah azza wa jalla i bjen dëshmojnë thot utja bihi fa'arrafahum ni'amahum fa'arafaha. Thot i thot Allah shte ka dhon ty këtë fuqi, këtë kurajo që ke luftu me ta, aje pranon thot qateltu fike hatta stushhid, thot kum luftu për ty derisa kum ra dëshmor. I thuhet ati kadhabt, po gënjen, walakinnaka qatalta liyuqal jari'un faqad qil. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar.
Do të jam mos gënje se te ke luftu që njerëz me thonë për ty që je trem, guximtar. Edhe ata fakat qil, e kanë thonë njerëz, e ka arrit ato që ke dir. Thume Umi Rabi edhe urdhrohet. I për urdhin ngrehet ai zhokza, ngrehet për fytyre. Hatta ulqiya fi an-nar derisa gjuhet në zjarr xhenem. Çashtu edhe ai lexuesi Kur'anit, çashtu ai. Do thonë, tu vepra të mira për shkak për hyrjen në xhenem. Ka vepra të këqija që bën shkak që njerëzit më kthy Allahu azza wa jall. Edhe më pendu te Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.